Gjorica e ndotur nga mbetjet inerte. Zona e Gjoricës e kryesisht ajo poshtë rrugës së Arbrit është kthyer në një nga zonat më të ndotura në Bulqis. Prej kohësh aty depozitohen mbetjet inerte që dalin nga rikonstruksionet të objekteve të ndryshme. Ato hidhen buz rrugës së Arbrit duke ndotur ndjeshëm shtratin e zallit të Bulqizës, por edhe duke krijuar një pamje të shëmtuar për të gjithë ata që qarkullojnë në këtë rrugë. Pirgu i mbetjeve vijon të rritet çdo ditë pasi pushteti vendor jo vetëm nuk e ka ndaluar fenomenin, por as që ka marrë mundimin për të ndërhyrë dhe për t'i larguar prej aty. Situata bëhet akoma më shqetësuese ku mes mbetjeve inerte ka edhe eternit. Ky i fundit është ndaluar me ligj që të ekspozohet pasi përmban elemente kancerogjene. Edhe pse ky rrezik tashmë është evident për banorët e fshatit Gjoric, asnjë mas nuk është marrë për të larguar mbetjet inerte dhe për të azgjesuar eternitin kancerogjen. Vazhdimisht banorët e Gjoricës kanë kërkuar ndihmën e pushtetit vendor dhe institucioneve të tjera të mbrojtjes së mjedisit, por askush deri tani nuk ka ndërhyrë, ndërsa mbeturinat vijojnë të shtohen çdo ditë.